Aeroporti ndërkombëtar George Bush në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aeroporti ndërkontinental George Bush është i 7 në listë dhe shërben në zonën metropolitane të Houstonit, Texas. Ai konsiderohet një port kryesore ndërkombëtare për zonën, veçanërisht për lidhjet me Amerikën Latine. Që prej vitit 1969, viti i përurimit të tij, ai ka qenë referencë e rëndësishme për United Airlines dhe mban emrin e presidentit të 41 të Shteteve të Bashkuara. Sistemi i aeroportit toksor është shumë i sofistikuar, duke përfshirë trenin e automatizuar Skyway që lidh terminalet. Aeroporti është gjithashtu tepër aktiv në transport ngarkesash dhe mallrash në të gjithë botën. Aeroporti ndërkombëtar Daxing i Pekinit në Kinë, i hapur zyrtarisht në 26 shtator 2019 me qëllim lehtësimin e fluksit në aeroportin ndërkombëtar të kryeqytetit të Pekinit dhe për të shërbyer nevojave në rritje të aviacionit të rajonit Pekin, Tianjin, Hebei, ai është një mrekulli modern e infrastrukturës së aviacionit, i njohur për dizajnin e tij të mrekullueshëm në formë ylli deti. Terminali u projektua nga grupi Zaha Hadid Architects. Ai përmban një terminal masiv me një ndërtesë dhe është i 6-i ndër më të mëdhenjt në botë.